Prokuria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj Fatmir Shehollit në ndyshimin për spionazh dhe shantazh. Por çfarë fshihet pas? Sipas prokurisë, Sheholli dyshohet se deri me datën 9 tetor 2025 ka vepruar si person i rekrutuar nga BIA serbe, duke mbledhur dhe përcjellur informacionet për politikën, sigurinë dhe funksionimin e institucioneve të Kosovës. Prokuria pretendon se Sheholli kishte zbatuar një plan operacional të përgatitur nga zyrtari i BIA-s, Bojan Dimiç, me synimin dëmtimin e interesave të Republikës së Kosovës. Madje, sipas aktakuzës së siguruar nga Gazeta Nacionale, plani lidhej edhe me ndërhyrje në zgjedhjet e 12 tetorit 2025. Me datën 26 tetor, Sheholli dyshohet se udhëtoi në Mitrovicën e Veriut, ku mori materiale audio dhe skripte të bisedave të zyrtarëve të lartë. Materialet, sipas prokurisë, synonin komprometimin e zyrtarëve të Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim, por nuk ishin vetëm materialet. Në aktakuzë pretendohet se Sheholli kishte pranuar edhe 5.000 euro nga zyrtari i BIA-s. Më pas, sipas prokurisë, materialet ja dorëzoi gazetarit Milajm Zeka, bashkë me 1.000 euro dhe udhëzime për publikimin e tyre. Publikimi, thuhet në aktakuzë, ishte planifikuar të bëhet në emisionin e Zekës, vetëm disa ditë para zgjedhjeve, por akuza nuk ndalet këtu. Prokuria pretendon se Sheholli kishte edhe një tjetër përballje me ligjin, këtë herë për shantazh ndaj një biznismeni nga Podujeva. Dyshohet se biznismenit nga Podujeva, Arben Jutullahut, i kishte kërkuar më shumë se 13.000 euro duke kërcënuar me publikimin e videove dhe informacioneve që sipas prokurisë mund t'i dëmtonin rënd reputacionin. Madje edhe gjatë paraburgimit, sipas aktakuzës, përmes një familjari, viktima u detyrua t'i jepte 700 euro në muaj. Në një rast pretendohet se janë dorëzuar edhe 500 euro. Sheholli aktualisht ndodhet në paraburgim, përderisa pritet të caktohet seanca fillestare nga gjykata.